Parë plan 1 dubël 1. Ne do të tregojmë një përrall me mbretër që promovuam më 10 korrik të vitit 1952 ndërtesën e maternitetit të filmit shqiptar. Inaugurimin e kinostudios Shqipëria e Re më 10 korrik 1952 ka ardhur për të marrë pjesë kryetari i Këshillit të Ministrave shoku Enver Hoxha. Pjesëmarrja e Enverit në inaugurimin e kinostudios do të vuloste idenë se si i gjithë arti shqiptar, edhe foshnja e porsalindur filmi shqiptar, nuk do t'i shpëtonte dot partishmërisë. Ai që aso kohë e quaj Fiu i Kuq, do të qepte pas këtaj të gjitha kostumet e veprave artistike. Kulturale të planit të parë 5 vjeçar. Salla e konferencave e stolisur në mënyrë madhështore është një nga sallat më të bukura të kinostudios. Teknikët tanë që kanë mësuar në Bashkimin Sovjetik punojnë në makinat krejt automatike të kinostudios. Këtu bëhet puna e parë e filmit të marrur nga operatorët, dhoma e montazhit. Këtu zhvillohet montimi i zhurnaleve dhe filmave. 2 salla zeri janë pajisur me aparate të veçantë për t'incizuar muzikën e filmave. Në këto aparate regjistrohet zeri. Nisën për gjerime operatorët e parë shqiptar, Hamdi Ferhati e Mandi Koçi. Shumë bukë dhe kulturë për popullin. Kinooperatorët shqiptarë pasqyrojnë jetën e shumanshme të vendit. Krosi gjërë sportiv në rrugët e Tiranës. Të gjithë zhurnalet, apo si quheshin më pas kinoditarët, do të ndërtoheshin sipas një rendi fiks. Në krye një syzhet me udhëheqje, prerje shiriti, mitingje apo delegacione. Pastaj klasa punëtore, fshati e në fund për argëtim, sporti apo kultura. Më të rrallë ndonjë ansambël rus apo film kinez. Ndërmjet skuadrës Dinamo të Tiranës dhe Partizanit të Ushtrisë.
Të dyja skuadrat ndodhen në përpjekje të vazhdueshme për shënimin e golit të parë. Me një hedhje të bukur, Vogli e pret topit. Dielli, ajri dhe uji janë miqtë e pandartë pionierëve në kampin e Shirokës. Sidoqoftë, kinoditarje më pas dokumentari, edhe pse kanë pas qenë më të dominuarit nga politika e ditës, kanë fiksuar me një fuqi arkivore të pazëvendësueshme nga asnjë lloj mjeti tjetër, jo vetëm pejzarin e Shqipërisë, por edhe strukturën e shoqërisë. Edhe në këto vite të Ndaj, kjo dëshmi e gjallë e një Shqipërie që sa vjen e humbet, bëhet vlerë e pazëvendësueshme e kujtesës sonë kombëtare. Fjalimin e rastit e mbajti Shok Lazar Lipivani, drejtor i Kinostudios Shqipëria e Re. Përndër të 13 vjetorit shpalljes së Republikës Popullore të Kinës, në Tiranë e qytetet të tjera të vendit, u organizua festivali i filmit kinez. Drejtori i Kinostudios Shqipëria e Re, Shoku Vasko Aristidi, foli mbi zhvillimin e kinematografisë kineze. Për të qesh dhe për të qarë. O burra, kush mund të shtyhet më parë? Vetëm ky e gjeti hyrjen e lirë. Pse u pëlqen të bëj sardeleve? Shoqe. Moj shoqe. Deve napi? Po, Çfarë dëshironi? mundësisht të një kokën nga gjatë. Shumë faleminderit. S'ka përse. Koncerti ynë i preferuar, apo mos jeton kësaj muzike kërkuar? Jo, ju lutem, vazhdoni se keni talent. Por kur regjizori Viktor Satobërda tentoi të bëj kronika të tilla jetësore e me thekse kritike u dënua nga diktatura që e largoi përfundimisht nga profesioni. Syri i dokumentaristëve të parë shqiptar kaloi shpejt nga kronikat e ditës tek bedenat e dokumentarëve që evokonin heroizmin e vetmohimin e njerëzve të thjeshtë. Ndjekë zhurmë e fuqishme dhe një periferi prej disa kilometrash u lak nga reja që shpërndan fontana. Syri i dokumentaristëve rrokte jo vetëm digat e hidrocentraleve, por edhe bedenat e historisë së largët e të afërt, duke u përpjekur të ngjallte një botë që se kishte ngjallur dot as arkeologjia dhe as historiografia. Ngushtica e kësaj rrugice që nga shumë praktike për këto dy komshije. Si dikur, edhe sot skalitën gurë. Me këto gurë do të ngrihen përsëri mure të rinj, ndërtesa të reja në stilin e lashtë të këtij qyteti. Duke i sigur e gjithë kjo masë e gurë, donte t'i shtypte këta njerëz. Guri luftoi me njeriun. Me këtë fatalitet të natyrës, kanë luftuar me shekuj këta njerëz. Atë dheu për e dritë. Dy duar që mposhtën përfundimisht malin,
shtrëngojnë njëra tjetër. Vështrimi i tyre do të hynte nëpër fshatra të largët, nëpër tunele të thellë. Ai do të ushqente të këtë gjithë ndjenjen e solidaritetit njerëzor, ndihmësën që duhet dhënë për njerëzit e rënë në fatkeqësi. Fshatar, vullnetar, ushtar, që donin të shpinin sa më parë materialet në vend. Duke qarë. Nuk pushon për qamet. Them shpesher, indian të jatet. Qërë tani, vetëm të qajti. Nuk kam çfarë të bëj. Kamera i tregonte njerëzit si që ishin, në pazar, në rrugë, në ditë pushimi, në punë, në fatkeqësi e në dasma. Kamera e dokumentarit e thyente murin e izolimit e të urbanizmit, duke i afruar njerëzit krahinat, diferencat. Filluan të dëgjoheshin këngët e një çunaku jetim në rrugët e Durrësit. Për zërin e tij të rrallë, atë e mbiquajtën Zëmiri. Ilirët, Jan Kukuzeli, Arbareshët, herojnë të rilindjes, topollarët, luftrat kundër Osmanëve, lidhje e Prizrenit, Fan Noli, vëllezrit Frashri, Aleksandr Mojsiu, Tefta Tashko apo Lazgush Poradeci i Migjeni, janë vetëm disa nga herojnë të ringjallur në ekranin e kinemas. Ja, e sho, është këtje. Ja dhe sho. Ky objektiv i dokumentarit herë do t'i ngjante syrit të një fëmije, erë vrapit të një kali që ka përzen mbi shekujt për të lidhur epokat, erë një binokli prej shkencëtari që hakatet të zbërthej dokumentet e vjetra, herojnë të historisë. Dita e 10 qershorit 1878 shënoi krijimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Qëllimi i kësaj mbledhje sot për sot është të presim hovin armiqve të egër, duke lidhur besën shqiptare dhe duke u betuar që do t'i mbrojmë me gjak trojet që na lanë të parët tanë. Ja një shtëpi, qerë dhe luftëtarësh, ajo e familjes Topulli. Midis 12 vëllezërve të kësaj familje, 2 lanë gjurma në historinë e Shqipërisë, Bajoa dhe Qerqizi. Në këto qaste të vështira, për fatin e të dheut, Noli shkëlqeu si diplomat, duke i bërë të njohur botës luftën dhe aspiratet e popullit të vet për liri. Nga kjo kohë na ka arritur i fiksuar zëri i tij. Ne nuk e inventuam, nuk e çpikëm patriotizmin shqiptare, e gjetëm. E vetëm gjë që bëmë është që atë patriotizëm që ekzistonte midis shqiptarëve u përpoqëm ta organizojmë, ta kanalizojmë. Vetëm atë gjë bëmë. Zëri ti jashtëzakonisht melodios tingëlloi në skenat e gjithë botës dhe ma gjepsi mira spektator. Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit und sehen Tod. Ein so erzwungenes Werk wird seine Schöpfergeist nicht überdauern, denn umsonst haben sie gebaut, umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen, umsonst ein großes, königliches Leben.
fshat që s'ka përdihet, ashtër vëlla mjerimi. Ka fshat që të mbet në fyt, edhe të zën trishtimi, mjerimi s'ka fat, por ka vetëm zhele, zhele fund e maje, flamujt e një shprese, të shkym dhe të coptum, me të dalun bese. Mjerimi është një njolle pa shlyme, në balë të njerëzimit që kalon në përshekuj, dhe këtë njollë kur nuk është e mundshme të shlyn pa qavrat që zun mykë ndër tempuj. Shopi herë kush është? Që ka alqi? I dyti i qe vëja kushi, Masna Jerdi Skener Kosturi, Manusha Limani, Margarita Tutulani, Lym Keta, Gjik Kuqali, Janaj Kilica, Shikiri Ishmi. Po jetojmë çastet e fundit të një bote të vjetër. Çlirimi është i afërt. I plagosur dhe në çastet e fundit, Skënder Çaçi arriti të shkruante. Liria nuk dhurohet, por fitohet. E dashur nën, ti ke 3 djem, mua mos më numëro. Sot mu prend këmbë duar. Nuk mund të shkruaj më. Edhe pak orë kanë mbetur nga jeta ime. Ju përqafoj. Male. Candidatura Sonerbeu Costa Rica e do bëhet hipotezë për Sonerbeu. Kjo nën ju ndan fëmijëve fara lulesh, si gruar të përshpytjes tek vendi ku u vraj biri. Diktatura kërkonte, sidomos nga kinematografia, fiksimin e vetvetes, domethënë të madhështisë së vet, të demonstruar edhe nga këto parakalime që sot ngjajnë si karikatura gjigande të lëvizshme të një grotesku qesharak. Por diktaturat nuk e dinë, e s'ka se si ta dinin se kinematografia do të fiksonte edhe vdekjen e tyre. Djepin e dokumentarit u rrit fëmia i parë i filmit artistik. Lindja e tij do të ishte gëzimi pa parë. Aktor teatri popullor në Infrashën dhe Maria Logorecin, gjatë të një filmi të shkurtër artistik nga në kinostudios tonë. Ky film, që do të titullohet Fëmijët e saj, punohet në ndrejtimin e studentit për regjizor Hysén Akani. Operatorit Sokrat Musha i është besuar detyra e xhirimit të këtij filmi, që ka një subjekt interesant me temë shoqërore nga jeta e vendit tonë. Mos qaj shpirti nanës, mos qaj. Nana ta lyn plagën me vajgure dhe dora me njerë do t'njallës. Fatime, qeni që i tërbuar, duhet ta dërgosh djali me njerë të doktorit. Ke doktori? Mos Allah! Mi pres djali to! Mo ke frikë, asgjë nuk i pret. Se qojëm që unë i farkuni, ja jam plagën vet me vajguri. Filmi
Tana solli në fillim bashkëpunimin me shkrimtar të njohur. Ky film e pasuroi gjuhën shprehëse të filmit, jo vetëm se solli një dramë të ditës, por edhe pse u realizua plotësisht me artistë shqiptar. Tinka Kurti do të ishte stari i parë i ekraneve tona. Ti si shko? Mirë, më mirë, po Tana, kur do të me lëshoj atë nipi? Atore, shta ta nikun? Moj të vroftë, që të vroftë. Arrestomni. Brava Stefani. Filmet e parë artistik përcjellin edhe sot e kësaj dite e realizëm, jo vetëm se fiksuan natyrën autentike, por edhe drama tipike shqiptare. Realizmi i tyre nuk vjen vetëm nëpërmjet veshjeve tradicionale apo arkitekturës së kullave, por edhe nëpërmjet konflikteve të mendësive të ndryshme të njerëzve të asaj kohe. Buongiorno amico! Buongiorno ragazzi! Che hai portato oggi da vendere? Per vendere? Tartaruga! Tartaruga? Dio buono! Ma i soldati sono nati tutti in chiesa. Ma il mio amico, il cucina Pasquale, non è qui? Cuoco Pasquale? Sì, sta in cucina. Amico, a Monte? Come no? Vai, vai. Salib, se nuk e vë veri. Dita nga si përse? E nga s'po nuk bën. Se? Ashtë ma kur të shisa unë e ka gjumi. Soli, po ka ose në mund të nga sësh? Karotën e! Pa dur fare, vile. Soli, po ma qinë, dita nga sësh? Oh, ja kështu! Hydori! Filmi Vitet e para po punohet sipas romanit Këneta të shkrimtarit Fatmir Gjata dhe tregon vrrullin e madh të popullit tonë në punë, që në vitet e para të çlirimit dhe luftën e tij kundër imperializmit dhe armiqve të brendshëm. Kolektivi Krionjës ka patur vështirësi gjatë punës së realizimit të filmit, sidomos në episodet masive, siç është ky i vullnetarëve. Pa më thoni, kush nga ju s'di shkrim e këndit? Unë. Si të quajnë? Vera Grabowska. Tjetër? Jo ma qok, një. Të më thënë duhet të registrojnë me ty? O do t'i më thu. Po të mësojnë të gjithë, atëre të tjerë qdo të bëjnë. Se keni emri? Ka të mëzito. Fëmijë të dashur, sot është dita e parë e shkollës sonë të re. Manje me mirë këtë ditë, dhe këtë kasall të vogël thurur në tupra. Unë jam mësuesi juaj, do të mësoj shkrim, kënim, do të tregoj pse bie shiu, bora, sa të alta janë malet tona dhe kush kanë qenë të parët tuj. Unë e di të ti mësu se kush kanë qenë të parët e mi. Baba më ka thanë se gjyshi im ka qenë trimi madh. Tona tuj, qëfar trimnish ka ba gjyshi jytë? Gjyshi im? Se di, veç baba më ka thanë se gjyshi im ka qenë trimi madh. Kjo është mësusja ju i re. Ajo do të rri me ju, derisa unë shkoj me pa shkollet e tjera. Në përpjekjet e kinjasëve tanë për krijimin e gjuhës filmike shqiptare, u brumos një amalgam e çuditshme midis neorealizmit dhe socirealizmit të shfaqur me fytyrë njerëzore. Kjo fytyrë u mishërua në ekran fillimisht me aktori Rikard Ljarja, që u bë idhulli i publikut të gjerë. Brez Ginas është rinj e pasionant,
të ardhur atë kohë nga shkolla kinematografike prestigjioze, të ndërgjegjshëm për fatin e madh se ishin pionerë të filmit artistik, ju futën detit të artit më këmbë, duke e mësuar notin në sheshin e xhirimit. Vetëm pasioni mund të ndërmerte në kushte tepër të vështira nisma të tilla artistike. Vonova pak se u ktheva tek djali. Çfarë keni kështu? Ky mur kërkon një kurban të shtrenjtë vet. Tepër të shtrenjtë. Amaneti ati ton. Ne i vëm fjalën njëri tjetër që të murosim atë që do të sillte drekën. Atë që ma kishte marrë më bjakur. Më lini një gjiash që të ushej djalin. Një sy që ta shoh. Edhe dorën që ta përkëdhel. Edhe mos më vrisni. Le të qëndroj në mure gjallë, sa të mundë. Historia, legjendat, erojnë dhe baladave e rapsodive ishin edhe janë për kineastët një ngasje e madhe artistike, por edhe një detyrim qytetar për të mbushur atë vakum që kishte kombi ynë në sofrën e krenarisë kombëtare. Filmi historik shqiptar rilindje fiksoi në ekran figurat më të mëdha të historisë së vet. Skënderbeun, Ismail Qemalin, Isa Boletinin, Petronini Luarasin, Çerçis Topullin, Fannolin, Avni Rustemin, Daskal Todrin, Sevasti Qiriazin, apo Ali Pashte Pelenën, Selam Musain e tjerë. Shumë ngjiten këta filma tek shikuesit, sa sot e në çdo kohë shqiptarët i përfitojnë herojnë të historisë sipas portretit të aktorëve që luajnë rolin e tyre. Shqiptar! I ri nuk t'ju afruna unë. Ate e gjeta ja këtu mërë ju. Merë zemra, rënë të liria atë zëllë. Banje pra nëllë të vazën, lamurin e Shqipnin sonë. Se ndërtimi i legjendave, gojdhanave, eposit, veshje e tyre me figurat të gjalla e me imazhe të prekshme, të kapshme, ngjallën një botë që asnjë art s'mund ta ngjallte kësaj. Duro gjyle kombara, moj kalaja me bedena. Se lufton me padishah, Ali Pash te Pelena. Natë nuk
Nesër në drekher jam në shtëpi. Kallaj pas ke sjellë, zoti Daskal? Nuk është kallaj. Janë shkronja, plumbi. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ka këto. Ende ka. Državi. Së na starite. Na Balkanite. Dividono. Ma finalmente mai. Ateş! Hayreddin. Foli Mihalit, Hayreddin hoxha. Hayreddin otrim. Bëj guzim. E çdo të ketë tjetër kapitan. Veç një vdekje. Për nder të Shqipërisë. Vetëm atëherë do të mësonte dhe kuptonte e ardhmja e kombit ton, se si e përmbush detyrën shqiptari për më mëdhe. Shqipërinë e kemi këtu të gjithë. Dhe politikën e saj të paqes, e të fqinjësisë së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosëm. Fqinjët tanë nuk duhet të gënjen me lakmi, se shqiptari se duron në robërin, histori e shekujve të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Ky truall është abdeu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran. Mirë se na erdhe isë, qofshka më mbarë, e paqim për jetë Shqipërinë e lirë e sovranë.
kësaj ushtar ka përgjegjësi kur populli i verdhët fytyra nga mungesa e bukës. E kur qeveria nuk plotson nevojat që ka kombi, ta detyrojmë ne. Dhe jam me pak fjalë vepra e ministrave të kabinetit sot. Ministria e Arsimit, 0 me çuftë. Ministria e Luftës, ushtarë të mirë e trima të mbajtur prej zeros qeveritare. Ministria e Financave, 0 me gafa. Ministria e Punëve të Jashtme, 0 me gafa e me turp. E mbi këto 0 një kuror, një plagë e hapur në shtimin e në punësave. Kur beti si plagë e vjetër, dukej edhe për kineasët si e largët shumë. Askush se mendonte atëherë se kjo plagë do të maiste sërish. Ç'po ndodh kështu? Ç'ka ndodhur? Shqipnin po e sulmon një armik për zotin. Filmat për luftën nacional shtërrimtare zën kreun e vendit në kalanën e filmit artistik. Kinematografia jonë dëshmon me këto vepra artistike se antifashizmi tek shqiptarët që një pemë që u vadit me shumë gjak, sakrifica dhe vuajtje, ndaj ndjenja e krenarisë kombëtare që zotëron në filmat me temën e luftës tingëllon e natyrshme për një popull si yni që u rendit në anën e aleatëve fitimtarë. Selim, unë nuk dua të të pyej. Të lutem kupton. Ka ardhur koha të heqësh dorë nga jeta e shturur që po bën. Më lumt, se ty do të pyes. Qysh më lumt? E gjithë Shqipëria në luftë. Kurse ti... Është punë për mua. Kaq më duhet atë fashizmi, atë komunizmi. Tymi im, shpejt drejt. Dëgjoj Selim. Sa herë jam përpjekur të merrem i vesh. Nuk dua! Të pëlqen kështu. Bushu tani. Baba, hesht! Ti nuk do asnjëri përveç vetës. Por dëgjoj këtu. Mua mos me duaj. As këtë qyqe këtu që ju thejnë deri sa të rriti. As nenën tënde o haram. Po Shqipërinë ta duash. Ti gjën? Ta duash. S'ka rrugë tjetër në të trosh më derë. Mbaje se më shpëtoj. Sarkazma nuk le pa prekur edhe ata që luajtën rolin e kolaboracionistit. Nuk janë shakara këto, ajo përko këtë të se
Isabel. Po s'ke fajdio, ka mund fajt ku s'pula dhe gjë në i klub kja trup. Ha? Fajë më rejtë e cësh, nuk janë shakara këto. Kapedi! Jeta është e bukur, vajs. Ajo na jepet vetëm një herë. Jashtë ka diell, ka njerëz që i shijojnë të mirat e jetës, kurse ju do të kalbeni në qeli, ju do të vdisni. Në qendër të këtyre veprave është gjithmonë një hero që në fund jep jetën heroikisht, ashtu si edhe një antihero, një oficer i lartë fashist, që dështon para heroizmit të njeriut të thjeshtë. Kjo është torturë me forcë e kërbaqe. Ajo do të vi të lutet të mos ta vras. Mjafton vetëm kaq. Vrasës. Flishni! Flishni u thash! U vënuan. Çfarë i the? I thash se janë lartë në pyll. Këto gra fshatara janë nga Dardha e Koshës, aty ku dhe u gjirua filmi Dimri i fundit. Gati gjysme e trupës së aktorëve, veç figurantëve, përbëhej nga njerëz të thjeshtë të cilët luanin në filma rolet e aktorëve. Pushoni! Nice, këta zotrinjt janë të huaj. Duan të pyesin mos di gjë që bëj ai që të nxjiu jetën. Kush ju tha për grevën? Ha? Kush e organizoi grevën? Trajane. Je i sigurt? Filmi artistik i luftës do të tregonte gjithë kalvarin nëpër të cilin kaloi populli shqiptar gjatë luftës së dytë botërore. Me shtimin e prodhimit filmi artistik shqiptar do të forcon të këtë imazh njerëzor, duke u përpjekur të sillte në ekran
jo fatin dhe bëmat e udhëheqësve, por sakrificat e njerëzve të thjeshtë. Mos na vinë këtu, e ç'to të kërkojnë? Ata e din ata. Kukën lani, ore, kukën. Vet Weber, die Kleider sind weg! Nuk ka vdekur akoma shqiptarit që kelim këtë tokë! Nuk kaloni ju o terra! Trimi Gjajahos. Pash, ka kënd tënde duke qeshur. Kusha unë tënder? Rustem, qëndro këtu mos luaj nga vendi. Ibrahim! Roju. Ponë se plumi njërë ka palma. Ibrahim. Një burim tjetër për këto filma u bën edhe veprat letrare të cilat u dhanë shumicës së filmave të luftës peshë filozofike. Nga ky bashkëpunim i frytshëm shkrimtar-regjisor lindën vepra të pashlyeshme kinematografike. O biri nënës, birë.
birë, sa në ka marrë malli. Armata, qau! Armata, qau! Ushtria ime vdekur nuk bindet. Pse duhet ta bëja unë të luftë të vdekur, të heshtur si varri? Pse duhet të mlidhja unë disfatet e komandantëve të tjerë dhe përbusin e gjithë popullit? Punë generalisht është kjo! Ushtria ime vdekur nuk bindet! E ju flet Tirana, po japim lajmet. Në park. Borgjeze, fal! Ju flet Tirana! Partizani rrugë po shkonde, ka marrë pushten me një dhoj. Partizani rrugë po shkonde, ka marrë pushten me një Ne të dy jemi si ky fandi, dy koka me tretime të kundërta. Kur njëra është lart, tjetra është poshtë. Dhe ana sjelltas. A nuk mund të qëndrojnë kështu këto dy koka? Si në flamurin tuaj ku Shqiponja ka dy koka.
dyja janë koka shqiponës. Po pse koka ime çfarë është? Kokë gjarpri? Atë mund të dini ju. Ike me fizike! Me gjithë të spijet të sëmbet! Po thiqen fizët! Filmi shqiptar për 50 vjet i livroi të gjitha zhanret. Jo vetëm tragjedit dhe dramat me tema sociale, e pse jo, edhe ato politike u trajtuan djersisht nga kineasët, por edhe filmat për fëmijë. Po atëri këtu do të ketë dhe ujë, dhe arin. Dhe ku qedra për vërteti? Ujë dhe arin ka, po ku qedra nuk u ka. Po pse në pralla ka, Gjaxhi? Po jo s'prallë më rebeni, s'prallë. Gjaxhi, more? do të pësh ti po të doli ujku? Kanë treguar shumë pralla me ujë që me arin more djallën. Se kanë futur datën. Gjaxhi, do të pësh ti po të doli ujku? Po ujku ka frik nga njeri morbi, dhe si janë banë të dalë për para. Se janë nëmëroj lullet balit, njeri u shmi fort nga të gjithë. Po ariu atere, pse i mori kësu rëkuqe? Po jo s'prallë më rebeni, s'prallë. Ata patën sukses jo të vogël në Shqipëri e jashtë Shqipërisë, duke konkuruar me shumë dinjitet në për festivale ndërkombëtare. Njihen tashmë filmat për fëmijët të Xhanfise Kekos. Tema sociale, si të qoftë, ka qenë më e preferuara, dhe pse jo edhe më e vështira, pasi ballafaqohej drejtës së drejti me ndërhyrjet e politikës zyrtare. Për një kohë, e humba besimin se mund të besha prapë siç kam qenë. Luja në shtrat pa lëvizur. Edhe për pak mund kisha humbur gjithçka. Po tani jam mirë. Mjekët më këshillojnë të ecë. Duhet të ecë. E shikon se mundem të ecë. Mos u afro. Edhe hape derën. Do të hapet kur të dua unë. Ti mund të varrasësh të lurish. Por asgjë nuk të vjen dot në ndihmë. Ne mund të dalim që këtej vetëm kur të kemi marrë një përfundim së bashku. Sepse po të hap të derë për të të lënë të lirë ty, atëherë i kam hapur varrin vetes. Ik. Ti flet sikur midis nesh gjithçka ka mbaruar. Më mirë që mbaroj tani. Tani ditë gjitha. Ti nuk më do dhe asë që më ke dashur ndonjëherë. Ti shfrytëzove dashurin time. Ti më ktheve mua në interesi ishe dashuruar pas emrit tim dhe jo mbas meje. Kur ndonjëherë nuk më kam fyer kaq rënd. Asnjë. Vera! Vllai motrës. Dy lutje kam për ty. E para më vështirë, e dyta më zbërtit. Ti e shikon që nuk po vërtas. E pra unë kam të drejtë të thras me zë të lartë sa të dëgjohet në rrugë. Po ti gjerdje plaste për më prishu me telon. Pastaj ngule këmbë që në fejosh me Aleko Terpon. Unë spranova, tani teloja u bë drejtor, ai u kthye Tiranës dhe ti u ktheve përsëri tek teloja. Shoku drejtor motra ime nuk ju ka harruar. Pusho! Nuk dua të pushoj. Ti ke luajtur me mua, po mjaft më. Njeriu duhet mësoj të jetë hapat mirë në jetë. Veçanërisht ato hapa që e bëjnë të huaj për gjithmonë. Do me thënë, ti po thua që kjo histori nuk mund të vazhdojë më? Ja kuptohet. Njeriu nuk mund të praktikojë aq lehtë. Babi, unë kam veshur atë, gjupin tënd. Matë të qerekshin. Kam që kam. Di pësh me lë mami të ndese ka fiksa më zligjem. Alo, qëfar? Mami? Mami ka shkruar
shkuan nga Cicerita, babi. Që zërën, babi, që? Mirë, dhe mund. Dinsi. Alo, babi. Alo, babi. Prit, zërën, babi. Babi. Dhe pësës. E bje botës të pretati dhe t'i zagarisë shkëtej. S'ke fajti. Jesa kemi kryetarin që na mbron, që na ndihmon, që na strehon, që na shkatërron. Prit mirë, baba. E dhe pësës. Pas ka dorë të nëmë, se në më bërit. Ne keni gabim të gjithë. Ai nuk ka faj. Unë pi se më pijet. Rivënja për dinamon? Edhe kam dëshirë t'ju mërzis. Si që më mërzis t'ju të gjithë. Përveç Astrid. Vetëm aia. Po ju atë nuk e doni, sepse ai nuk ju ngjan. Ai nuk është hipokrit, që si ju! Ha? E thash më në fund! Nuk ju trajtot! Ty të parin, papa. Sa falë që je! Ujë, syshe nuk e di se shtë të bëj! Po dhe ata pse insistojnë ka shumë? Në fundit ajo padashje do t'jetë bërë. Ashtu thëmë dhumë, padashje. Sigurisht që padashje. Po sikur njeriu të vetë thot vetë. Ure vëllezër, mos u lodhim më. Unë jam ai. Unë e kam vrarë. Po ma padashje. Kjo është një rrethon lehtësuese apo jo? Ashtu është. Di unë një njeri që aksidentalisht vraudike. Shkoj thot vërtet. Pastaj kërkoj që të ndeshkoj nga ligji. Ç'do të thuash ti me këtë? Ha? Ç'do të thuash? Portofoli ka sëmë zholakut, mban gjurmë të gishave tua. Lapidari ku ti pa kohë parë vura dhe lule, ka një gabim prej 2 javësh në datën e tij. Vrasja nuk është bërë me 20 tetor, po duke këthirë 2 nëntor i vitit 1943, dhe autori krimit i tij. Sot i tuës? Lame Korizi, në emër të popullit i arrestuar. O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile edhe në Altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohe. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën. Kineasët shqiptarë, sigurisht, pa eran murit me kokë, pra patentuar të luani rolin e disidentit, u përpoqen të thonë disa të vërteta, shpesh me metafora e alegori, por më së shumti duke sjell konflikte sociale në sfondi roz të propagandës së kohës. Jo rrallë nga ekrani vinin thirrje që edhe sot zbulojnë kurajon e kineasëve tanë. Anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën. Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, nga kurish dhe i dregosur, trup e shpirt i sakatosur. Se që pren, se që vran, që shkretuon në anë e mban, në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zë vëngon nga lumi, më buqet, më zgjon nga gjumi, se Mileti po gatitet, se Tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosat, derdhet buna, skuqet semani dhe trini, tridhet beu dhe zëngjini, se pas vdekjes, ndriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe bjeruni, korrini dhe shtypini, katundare punëtor, që nga Shkodra, që Rëvlor.
Bell në vetën teme vlen kanët e pakëndume, të cilat ende vujtja pas kësimi si nxori, të cilat vlen e presin ditë ma të lumnume me shpërdhy, më kënu pa frikë e pasori. Bell në vetën teme kangët e mija jesin, e unë jam vulkani që vlej fashitur. Por kur të vi dita të gjitha kam e qitur nimi njyra të bukura që nuk vdesin. Por ato të vi dita kangët mos gju. Apo nështë shekujt me ne prap po talen. Ky që bëni ju është një shpjegim tepër naiv, për të mos thënë se ti naiv jeni ju, mos bërtit, naiv dhe cinik jeni ju bashkë me artin tuaj. Mos bërtit sa për ta shkëtirë në kup të qiellit. Vepra juaj dhe i gjithë arti juaj bjen krim. Ju e kërkoni të bukurën dhe nuk shihni se ajo është një bukuri që vret, siç ka thënë dhe një shkrimtar që ju me siguri nuk e doni. Ju nxisni një popull të tërë të lozh një teatër të përgjakur, kurse për vete rrini në lozh dhe bëni se hir. Më nxirr bukur se nuk t'i aparat. Ta bëj me zë. Ajo tregon ç'ke brenda. Gati. Mos lëviz. Me shëndet. Me shëndet. Aktorët profesionistë vinin në film nga përvoja skenike, nga teatri, kështu që ishte i pashmangshëm në fillimet e veta teatraliteti. Përvoja filmike ata i zhveshi nga ky teatralitet e shumicën e tyre i bëri që edhe në skenën e teatrit të ishin më të vërtet e më jetësor. Women have war in house. Sot zot historia? Sot u lumë të grave shqiptare që bëhen copë për bura. Angli nuk u avarin fare. Nëse marrove me burin tënd, nga i duar dhe shtëndar. Tani moli fund, ka paga i lërën tënd. Edhe atë do ta rregullojmë. Në fillim fjala s'ma mbushi mendjen, që n'ka i zot. Një gjithë fjala, si me zanë. Si sundzeve njerë, bre, po si suvrojnë të njerë, po pole i keshe pjerë shpatullave, pole i keshe me të mirë. Ke pas se ti mangre kokën më shpejt nga gjithë këta. Komedia u bë zhanëri i preferuar pasi përpjekjet e saj sa do pak fshikullonin të metat, scenet e dobësitë e shoqërisë njerëzore. Në këtë gjini u shquan Fehmio Shafi dhe Bujar Kapexhiu. Napoleon e bukuria
këtë rafsh nuk mbeti u paluvruar edhe komedia muzikore. Do të shquej në këtë gjini Ismail Zhabjaku. Viti 1954 filloi me një sukses të ri në fushën e artit kinematografik. Në ekranet e Moskës u shfaq një film i ri, të vepër e përbashkët e punëtorëve të kinematografisë sovjetike dhe shqiptare. Ky film i kushtohet luftëtarit të madh të Shqipërisë, Gjergj Kastriotit, Skënderbeu. Për sot të gjitha biletat janë shitur. Në kinoteatrin u Darnit u zhvillua takimi i kolektivit punonjës të filmit me spektatorët moskovit. Kryeregjizori Sergej Yudkevich u foli spektatorëve me filmin dhe përshtypjet e tij nga Shqipëria. Një nga regjisorët e parë të filmit shqiptar, Viktor Statobërda, ka patur fatin të kishte pedagog një nga mjeshtrat e mëdhenj të artit filmik, regjisorin Sergej Yudkevich. Në këto kryeqytete madhështore, artistët e rinj shqiptar mund të thithin kulturën botërore. Mjeshtrat dokumentarist do të fitonin përvojë në studion qendrore të filmit dokumentar.
Kujtoj me mallë studentët nga vende të ndryshme. Këtu faktikisht ishte si një internacionale e tërë. Por studentët shqiptar unë i veçoj nga të tjerët. Ata ishin shumë të dhënë pas artit, kinematografisë. Erdhën këtu me bindje për të zotruar profesionin. Për pedagogët ishte një kënaqësi e madhe të punonin me të tillë studentë. Unë për shembull mund të flas për Viktorin, Gjikën, që ishte një nga studentët pararoj dhe që mbaroi studimet me diplomë të shkëlqyer. Në Pragë, në shkollën e mirënjohur FAMU, studiuan Hysén Akani, Piero Milkani, Gëzime Rebara, Niko Koleka, Saim Kokona, Namik Prizreni, Xenofon Dilo, Ismail Balla e të tjerë. Škola měla nezastupitelné místo v inovaci těch metod filmařského vyjadřování. Shkolla çeke në vitet 60 zinte një vend të jashtëzakonshëm në përpjekjet për risimin e kinematografisë son. Për fat, në ato vite kinematografia u bë një kulturë e rëndësishme për vendin ton dhe ne patëm rastin ta vazhdojmë të ashtu quajturën valë të re të kinematografisë çeke. Unë pata fatin të rrethohesha nga student që u bën personalitete të shquara. Jedním z nich byl Piero Milkani. Njëri nga këta ka qenë edhe Piero Milkani. Na rozdíl od mnoha hostů, kteří tehdy navštěvovali. Ishte koha kur te ne vinin njerëz të ndryshëm nga vende të huaja që arsimoheshin këtu dhe kulturën që merrnin e shpinin në vendet e tyre. Svých zemích potom šířit zde nabité kulturní schopnosti. Por Piero, për ne nuk ka qenë kur i huaj, asnjëherë. Ai ishte njëri nga ne. Kjo ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Ai ishte jashtëzakonisht i ndërgjegjshëm, i kompletuar, jashtëzakonisht miqësor, natyrisht edhe ambicioz. Výjimečně svědomitý, ambiciózní člověk. Kreu i vetëm studimet Kristaj Dhamo. Igen? Csak arra emlékszem, hogy nagyon eleven élénk, jó eső. Mbaj mend thot që ishte një student i gjallë, i shkathët edhe i zgjuar. Igencsak érdeklődött mind az albán múlt történelem iránt, meg az egész európai történelem izgatta. Edhe e interesonte shumë historia, thot, jo vetëm historia e vendit të tij, por në përgjithësi historia e Evropës. És hát a magyar filmet, ami akkor hát nagyon jó állapotban volt, azt is nagyon becsülte, szerette. Edhe çmonte shumë kinematografinë hungareze, e cila në atë kohë ishte në nivel shumë të. És a humora. Edhe kishte humor, thot. Az is egyedülálló jó humora volt. Ishte një humor lezetshëm, thot. Hát sajnos annyira megkoptak az emlékeim. Fatkeqësisht kujtimet na janë zbehur shumë. Kishte interesa, thot, jo vetëm për kinematografinë, por edhe për vajzat. Pas kthimit të tyre në dhe, ky breski në astësh ju përvesh punës për të krijuar filmat e parë artistik shqiptar, gjë që në atë kohë ngjanti si një ëndër e parealizueshme. Por Shqipëria më pas u mbyll. Studime për artin nuk mund të kryeshim më as në lindje, as në perëndim. Një gjë që është shumë evidente dhe që nuk duhet të haruar është si thuaç krijimtaria, pjesa e punës si asistent dhe si regjisor në
laboratorin më të madh krijues të studios shqiptare. Duhet të vlerësoj të gjithë ato regjizorë të imprezit vjetë, të cilët nuk fshehen asgjë kërcinesh, u treguan tepër të hapur, na mësuan tërë bagazhin e tyre, dhe sot kemi në traditën tonë filma të mrekullueshëm shqiptar, nuk mund të them janë pafundësisht, qofshin se regjistra një dorë, por ama janë vepra të cilat i mbeten kulturës së kombit tonë. Shtimi i prodhimit artistik në kohën kur drejtori ishte Vangjush Zallëmi arriti në numrin rekord 14 filma artistik, 40 dokumentar dhe 16 vizatimor në vit. Kjo çoi në organizimin e festivaleve kombëtare të filmit. Shumë sekrete nga magjia e filmit mësoheshin nga diskutimet e skenarëve dhe filmave nëpër këto festivale të cilat u bën tradit. Por shkolla e vërtet për të rinjt ishte ai që quhej asaj kohe kolektivi krijues, aty ku analizoheshin filmat, ku bëhej kritika, vërejtjet dhe sugjerimet e kolegëve. Kinostudioja funksiononte herë si kombinat me shumë reparte, e herë si një universitet me disa fakultete. Në këto fakultete u kalitën dhe u formuan si kineast të gjithë, që nga Muharrem Feyzo, Ibrahim Muça, Kristaq Mitro, Kujtim Çashku, Sajmir Kumbaro, Spartak Pecani, Vladimir Prifti, Esat Mishliu, e deri tek më të rinjt si Gjergj Zhuvani, Besnik Bisha, Fatmir Koçi apo Artan Minarolli e të tjerë. Pjesa me aftë e kinastëve meritonin kupa dhe çmime, dhe si në të gjitha festivalet e botës, pati filma që merrnin kupa, por pastaj harroheshin. Ashtu siç pati filma që nuk merrnin kupa, por i rezistonin kohës. Filluan të shikonin pragun e kinostudios kineast i jashtëm apo aktor të shquar nga Kosova si Bekim Pemiu. Shkrimtarët më të mirë të vendit ju ofruan artit të ri të filmit me të njëjtin pasion si regjisorët e operatorët. Shumë prej tyre e bën oborin e kinostudios si shtëpinë e tyre krijuese dhe i dhan filmit veprat e tyre më të mira. Shumë shkrimtarë të rinj u bën shpesh skenaristë të njohur si Mnasha Jorgaqi, Peçi Dado, Vathko Reshi, Kiço Blushi, Teodor Laço, Neshat Tozaj e më pas Nexhati Tafa, Natasha Lako, Roland Gjoza, Petrit Ruka e të tjerë. Filmi u ushqye nga letërsia, por edhe letërsia fitoi nga filmi një dinamikë e ritëm që se kishte njohur kurrë më parë. Asnjë kompozitor shqiptar nuk mbeti pa vënë firmën e vet në celuloid. Shumë melodi të tyre nëpërmjet filmit u bën jo vetëm të njohura dhe popullore, por mbeten edhe sot e kësaj dite vepra muzikore në fondin muzikor kombëtar. Të tillë ishin Shez Zadeja e Limoz Dizari, Tish Daia e Kujtim Laro, apo Nikola Zoraqi, Fehim Ibrahimi, Aleksandr Peçi, Aleksandr Lalo, Thoma Gaçi, Hajza Arjan, Gjon Simoni, Kastriot Gjini, Vladimir Kotani e tjerë. Edhe filmi ndiqte nga afër proceset krijuese të artistëve të tjerë, pasqyronte krimtarinë e tyre. Filmi dhe në përgjithësi kinematografia sot është bërë një pjesë e rëndësishme e kulturës shqiptare.
dhe është bërë në këto 50 vjetë. Është bërë sepse është një dokument artistik historik, ku paraqet kohën, njerëzit, natyrën, punën, luftën dhe veçanërisht raportet njerëzore. Fillimi i kulturës është sepse krijoi një kuadër të fortë të kinematografia. Krijoi gjithë ata regjizorë të mëdhenj të kulturës sonë, siç është Viktor Gjika, siç janë të tjerë që të Mitra Anagnosti dhe me radhë që s'duhet t'i përmend se po t'i përmend ka shumë nga këta. Ata lozën një rol të madh edhe sot në zhvillimin e kulturës. Por me këtë tregoj filmi ynë që e mundi atë përpjekjen për të rrëzuar kulturën e krijuar. Të shumë siç ndodhen në ndryshime të mëdha politike, shoqërore, që janë si tërmete, ndodhen me keq kuptime, thonë ç'na duhet kultura që është krijuar gjërtësisht. Rritja e cilësisë së filmit artistik e bëri të natyrshëm daljen e Guacka dhe pjesëmarrjen në për festivale ndërkombëtare, gjë që në atë kohë për artet e tjera ishte thuajse e pamundur. Paraqitja me dinjitet në për festivale ndërkombëtare të Gjifonit, Montpelliers, Berlinit, Kairos, Stambollit, Torontos, ku dhe u fituan çmime e diploma, tregoi se filmi shqiptar kishte fituar dinjitet, pjekuri dhe ishte duke u shlirua pak nga pak në kompleksi i inferioritetit. Innanzitutto complimenti, auguri, congratulazioni per questi 50 anni di celebrazione del cinema albanese. E sono anche molto contento che queste Në radhë të parë ju çoj urimet e mia për 50 vjetorin e kinematografisë shqiptare. Jam i kënaqur që në këtë festë regjisorët mi shqiptar u kujtuan për festivalin e Gjifonit. Noi abbiamo presentato per la prima volta in Europa. Më 1985 ne prezantuam për herë të parë në Europë një përmbledhje të plotë të filmave shqiptar për fëmijë e mëgjerë. Del cinema albanese rivolto ai ragazzi. Molti film per la prima volta sono venuti osservatori da ogni parte. Për herë të parë erdhën vëzhgues nga gjithë Europa të njihnin një realitet kaq të afërt, por njëkohësisht kaq të largët. Anagnosti che con papaveri rossi sui muri ha segnato un momento anche storico. Kështu njoha Anagnostin që me lulkuqet mimure shënoi një moment historik për festivalin e Gjifonit. Kujtoj mirë filmin e Milkanit dhe Çashkut ball për ball, kujtoj Beni ecën vet, debatikun e Hysen Hakanit. Ricordo Murain Feizo e naturalmente kujtoj si njoha Muharrem Feizon dhe natyrisht mikun tim të madh, që në atë kohë ishte drejtori i kinostudios Viktor Gjikën. Viktor Gjika. Alors, je pourrais dire beaucoup de choses sur le cinéma albanais parce que il paraît que je suis un des Français qui ont vu le plus de films albanais. Mund të flas shumë për kineman shqiptare si francezi që ka parë më shumë filma shqiptar. Filloi kjo njohje në festivalin ton dhe u bë traditë duke shfaqur për vit filma shqiptar edhe në konkurim. Një vit bile presidenti i juris ishte shqiptari i mirë njohur Ismail Kadaret dhe prezenca e filmave shqiptar në Montpellier vazhdoi. Et là, j'ai pu prendre conscience de ce qui m'est apparu. Kështu që ne krijuam bindjen mbi karakteristikat kryesore të kësaj kinematografie. E para është tematika e filmave, që kryesisht është tematik historike. Aty flitet për okupimin e Shqipërisë, për rezistencën shqiptare që ka qenë tepër kurajoze, për një vend që vuante derisa u çlirua. Qui a été particulièrement courageuse et qui a fait de l'Albanie un pays souffrant en même temps. Ishte pra një kinema e angazhuar politikisht brenda të vërtetës historike dhe që kishte megjithatë një veçori epike. Unë e gjej gjithë këtë të admirueshme. Tregimi i realitetit në kinematografin tuaj ka mënyrën e vet ku dallohet sidomos realizmi, dhe ky realizëm kalon në një metaforë të nivelit poetik të kinemas. Что лежит в основе этого кинематографа? Я бы так сказал совсем. Насколько это кинематограф национальный? Дело в том, что Албания и албанская культура находятся на самом пересечении. Shqipëria dhe kultura shqiptare ndodhen në kryqëzimin e dy tre civilizimeve dhe kjo reflektohet edhe në kinematografi.
должно было как-то отразиться и в кинематографе тоже. Я не знаю, насколько высокого европейского Nuk mund të класса... them me siguri se në çmas, por padyshim, filmi shqiptar e ka arritur nivelin evropian, ndonse ka qenë mbyllur në vetvete. Gjë që nga një anë i ka bërë mirë, sepse ka punuar për vete, por nga ana tjetër i ka bërë dëm, sepse ka izoluar nga bota e jashtme. Внешний мир. И вот это мне было бы наиболее интересно. Что их отличает, скажем, от... Është tepër interesante për të veçuar atë çka e dallon këtë kinema nga fqinjet. Për shembull, nga serbët, grekët apo italianët që janë më tanë. Ndihet pra ajo që është e veta. А что есть свое? Pjesëmarrja në këto festivale i bindi edhe një herë artistët shqiptar se vlera artistike e çdo vepre ka lidhje me forcimin e identitetit kombëtar të veprave filmike. Nëse për dokumentarin dhe filmin artistik kuadrët e para patën fatin të arsimoheshin jashtë, për lindjen e filmit vizatimor, mund të thuhet se ai është tërësisht vendor. Domethënë, ai e ka burimin
duart lart. Pas përmbysjes së monizmit, kur shumë kineast u hapërdan, ca në për televizione privat e ca jashtë vendit, kurse të tjerë duke u marrë me politika apo biznes, një bërtham entusiastësh të pandrejtshëm provuan me shumë mund dhe sakrifica të mbanin gjallë pemën e filmit shqiptar, duke sjellë kësajere në liri e pa cenzur vlera të reja, cilësi më të mëdha e respekt ndërkombëtar për genin kinematografik shqiptar. Unë them të mos në citojemi. Pse mos të marim shtruar qënëm? Nuk mund të thua është pa e par mjeku. Se po nuk e pa mjeku, atëre si? Se dhe ne, ju, ata, ka një të vdekur! Vërtet raprodhimi, por kinasët e rinje të vjetër në filmat e 10 vjeçarit të tranzicionit u përpoqën të trajtonin problemet e mëdha të kohës në situatet e reja që solli ndryshimi historik. Zbulojmë-se. Që u bërë kështu? Po jo, babi, jo! Ne s'kishim atë gjë! Atë gjë! Çdo të bëje ti po të qani për bukë të mirë? Do të gjej para për t'ja vlerë? Çdo të bëje ti po të dërgjeshim në shtratë të smurë? Nuk do të bëje çmos që të gjej një zgjidhje, po t'i hike dhe t'a le vetëm. Ashtu është! Ti s'u kujtove më për ne! Le vetëm silikat! Edhe tani më quan kur! Kur! Mamaja t'ka gënjyrë, o gjorë! Ne këtu s'kishim asgjë! E bëra, po e bëra për ty, e bëra për ata që të rritën si gjithë të tjerët, jo për vetën time, po për ju të gjithë. Qitë sopa do t'ju bëjë! Ati këtu! Ha! Ja ku jam! Prit aty, prit! Oj, tjetë! Ha! Aty prit! Ishem në mbledhje të organizatës. Jo, s'ishëm. Ku ish? Tu la kamionin, pra? Aty të do jepsha kamion. Të si Stalin. Mos bëj kështu. Mos bëj kështu se do të kaloj. Do të si Stalini po të them. E ke parë si e hapi njëri në sy.
Të shefë që s'ma frenat, o dhe si që do morë, kame pra kamionit, kame! Agron. Agron ti? Pas ke dalë. Sa mirë. Si je? Ja shtëpia si janë? Mirë? Që janë ka i mërzditur. Unë bëra që mos, po t'je di, sistemi. Nejse, shkuar ata ruar. Hajde ti me i kafë. Po t'kesh nevoje, jam të kohë, dakord? Miru pashë. Bashkimi bën fuqi. Sot nuk habitemi të shohim kinasët tanë të ngjisin e zbresin shkallët e Kanës, Venecias, Berlinit, Tokios e Torontos, e të vim për andej jo duar bosh. Sukseset të ndjeshme kanë arritur filmat e Kujtim Çashkut, Gjergj Zhuvanit apo të Fatmir Koçit. Por këto filma që shfaqen në ekranet e botës mjerisht nuk flasin do të shqip me shqiptarët, sepse rrjeti i sallave të kinemave nuk ekziston më. Edhe në 2-3 salla me emrin e bukur Millennium, që vërtet janë mjedise komode, filmi shqiptar belbezon rrallë. Po që mund të thuhet për sallet e tjera të kinemave që ose janë kthyer në bingo, ose janë shkretuar, ose janë braktisur fare. Edhe ndonjë kinema jashtë Tiranës, si ajo e ndërtuar në sallën e dikurshme majestik të Korçës, u zhurit përmes flakëve të zilisë e babëzisë shqiptare në tash të quajturin tranzicion. Ngacmuar nga një mungesë tepër e gjatë viteve të para të demokracisë në Shqipëri, kur në të vetmin televizion publik të gjithë filmat shqiptar, prodhimi i kinostudios për 40 e sa vjet u bllokua totalisht. Dhe faktikisht ishte spari nostalgjia jonë. Jo nostalgji për periudhën, por nostalgji për ato vepër filmike, nostalgji për ato personazhe, nostalgji për ato role, nostalgji për ato aktorë, të cilët nuk shiheshin më gjatë këtyre viteve. Reagimi në
qytetar, po ta themi, ka qenë mjaft i madh dhe audienca ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Filmi shqiptar është ndjekur dhe ndiqet absolutisht. Dhe ajo çka mua më ka shtyr ta vazhdoj edhe më gjatë nostalgjin ka qenë dhe interesimi i madh i Kosovës. Dhe atje do të them që ka qenë një interesim 2 apo 3 herë më i madh për filmin shqiptar, sepse atje edhe nuk e kishin ndjekur sa që se ndjekur këtu. Çfarë mendim keni për filma shqiptar? Për filma shqiptare janë filma shumë të bukur, unë i ndjek me thënë drejt. Pa çka se ka qenë çik politizuar, por ka pas realizime shumë të bukura. Pa ta, domethënë, mohohet identiteti shqiptar. Që se kanë pjesë nga jeta jone e përditshme, nga kaluara, nga historia.